Po sikur vepra juaj e mirë e heshtur të kishte një efekt të valëzuar që nuk e keni parë kurrë. Kjo histori e lashtë zbulon fuqinë e jashtëzakonshme të dhënies me një zemër të pastër. Ishte një burr që jepte lëmosh çdo natë. Ai e bënte këtë fshehurazi, duke u siguruar që askush të mos e dinte se kush e merrte dhuratën e tij. Qëllimi i tij ishte vetëm për hir të Zotit. Një natë, bamirësia e tij i shkoi një hajduti. Një herë tjetër, ajo arriti te një grua e njohur për mëkatet e saj. Pastaj, çuditërisht, ajo përfundoi te një burr i pasur. Dhuruesi u ndjej dekurajuar, duke u pyetur nëse përpjekjet e tij ishin të kota. Por në një ëndër, ai e mësoi të vërtetën. Bamirësia e tij e frymëzoi hajdutin të braktiste krimin, e shtyu gruan të pendohej dhe e turpëroi të pasurin që të jepte veten me bujari. Akti i tij i sinqert kishte transformuar jetën në mënyra që ai nuk mund t'i imagjinonte. Kjo histori na mëson një mësim të thellë. Kur bën vepra të mira me qëllim të pastër, duke kërkuar vetëm kënaqësi hyjnore, Zoti mund ta shumëfishojë ndikimin e tyre përtej kuptimit tënd. Jep sinqerisht, madje edhe fshehurazi, dhe beso në bekimet e padukshme që vijnë pas.